Sot, telefoni është bërë shok i përditshëm i secilit fëmijë. Ata i shohin me orë të tëra pranë ekraneve, ndërkohë që brenda tyre vlon energji e cila nuk shfrytëzohet siç duhet. Fëmijët kanë nevojë të luajnë, të kërcejnë, të vrapojnë, të zbulojnë botën rreth tyre. Në mungesë të aktiviteteve fizike, kjo energji akumulohet brenda fëmijëve dhe si pasojë ata bën nervoz, nuk mund të përqendrohen dhe shpesh kanë edhe lodhje mendore. Trupi i tyre poritet, por imagjinata, shoqërimi, lëvizjet u zbehen. Përdorimi i tepërt i telefonit po ndikon në zhvillimin fizik dhe emocional të fëmijëve. Ata po bëhen më të mbyllur, më të varur nga lojrat virtuale dhe më pak të pranishëm në jetën reale. Prindër, mësues, kujdestar, është koha të ndërhyjmë, po jo me ndalim të menjëhershëm, por me balancë. Të krijojmë kohë për lojra jashtë, për sport dhe për natyrë. Sepse çdo minutë që fëmia kalon jashtë, duke frapuar, duke vullëseshur, duke argëtuar, duke u shoqëruar, është investim në shëndetin e tij dhe në lumturinë e tij. Le të kthejmë fëmijëve fëmijërinë e vërtetë, pa ekrane, por plot jetë.